Përshëndetje shikuesve të Gjirokastërës, do të jemi bashkë në këtë emision për të folur për garën e 9 nëntorit në bashkinë e Tepelenës. Qytetarët e kësaj bashkie do t'i drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur mes dy forcave politike. Gramon Sakon e Partisë Socialiste dhe Gabriel Gumën, kandidatin e pavarur, por që mbështetet nga forcat opozitare. Sot të ftuar kam Gabriel Gumën, i cili do ndaj me mua për gjithë qytetarët e bashkisë të Tepelenës prioritetet dhe projektet që ai ka dhe do t'i vendosi ato në zbatim nëse qytetarët do t'i japin besimin pas datës 9 nëntor. Faleminderit që je në studion e RTV Gjirokastërës dhe ju urojmë suksese. Falenderoj dhe unë për ftesën që më bët. Me gjithë zellë po pres që të ndaj dhe unë idet dhe projekte që kam unë për bashkinë e Tepelenës. Gabriel, më lejo të drejtohem kështu sepse je një ndër kandidatët më të rinj që kemi në garë për një bashki. Çfarë ju motivoi të hyni në politikë dhe të kandidoni për bashkinë e Tepelenës në këtë moshë? Përveç se në këtë moshë, do thosha në këto momente, besoj se më rrjedh patriotizmi tepër që kam unë për vendin tim dhe për Tepelenën më së tepër. Dhe duke qenë si i tillë, e dua në këto momente t'i rikthesha, sepse shpopullimi masiv që po ndodh qoftë në Shqipëri po dhe në Tepelen, besoj se ardhja ime dhe unë atje do mbante të rinjt pak më të mbërthyer ndaj qytetit. Gabriel, pse i pavarur? Sepse ne të rinjt duhet jemi të pavarur. Nuk duhet kemi ndasi politike, në këto momente mendoj që janë pak problematike, si një djalë i ri, si një frymë e re, duhet jemi të pavarur. Duhet i lëm mbrapa politikat. Ndoshta duhet kesh prioritete shumë, projekte shumë patjetër, por unë dua thjesht të më përmendësh 3 projektet e para që ti do zbatosh pas datës 9 nëntor, nëse merr besimin e qytetarëve të Tepelenës. Absolutisht. Unë e kam bazuar gjithë projektin tim, inshallah me besimin e qytetarëve të Tepelenës, në 3 baza shumë të rëndësishme. Baza e parë është arsimi dhe kultura. E dyta është bujqësia dhe e treta është blegtoria. Pra nëse ne këmbgulin fuqishëm bashkë me stafin tim, me specialistët e mi që unë do përcaktoj dhe që një pjesë e mirë e tyre janë dhe atje, fokusi pra do ishte në këto 3 pika. Dhe pastaj të kulmoheshe të një turizëm i mirë. Përpos këtyre, sot ndoshta vuajmë për një administrat me meritokraci. Mendoni se energjia juaj, dëshira juaj për punuar në këtë moshë që jeni, do të kemi ndoshta një administrat lokale të mirë menduar dhe të mirë funksionuar? Absolutisht që po, ne të rinjt mundësisht unë jam i papërfshirë në rrymat si funksionojnë. Edhe duke qenë komplet i ri, po them pa patur ato më përpara, si kanë funksionuar, po komplet me atë risin ton që na përfaqëson, mendoj se do krijoj komplet një besim të ri në struktura dhe në administratë, që se di të ketë funksionuar deri tani. Çfarë planesh keni për të përfshirë të rinjtë e Tepelenës në zhvillimin e komunitetit dhe vendimarrjen lokale? Atëherë, e para është që nëse njëri do të ndihesh i përfaqësuar, është që ne duhet t'i japim kompetencat. Ne të rinjt duhet të ndihemi pra kompetent kur marrim përsipër diçka. Kjo gjë pastaj do na bëj që të ishim më vendimarrës. Pra, të dhënit një të riu kompetenca, më besoj që i jep më shumë zell për të punuar me entuziazëm. Pra ne jemi, unë do të shpreh vetëm diçka. Nuk kemi më kohë për të thënë do i bëjmë punët se ka kohë. Jo. Nesër do të punojmë. Ose hajta bëjmë tani. Pra jemi lodhur me këto zgjatjet. Kjo është ajo fryma. Pra një njeri të thotë, jo, hajde bëjmë tani direkte. Nuk thotë, prit se, jo, hajde, direkte. A ka të rinj Tepelena për ta bërë? Absolutisht që ka plot të rinj.
po janë të pa përfshirë. Pra, sepse është akoma ajo që në vend të atij të riut punon gjyshi i tij. Edhe është atje edhe kështu që kemi ngecur. Çdo bashki, por edhe Bashkia e Tepelenës, ka sfida ekonomike, sfida infrastrukturore, sfida në çdo gjë. I keni menduar ndonjëherë burimet dhe partneritetet që do të bëni pas datës 9 nëntor? Për të rritur qoftë ekonominë, qoftë projektet. Pra ti po më thua ku do i gjim? Burimet financiare. Kush na i mundsoj të këto projekte dhe ide? Sepse duket që jashtë bashki e vogël, me fonde të vogla, me biznese të vogla. Atëherë qeverisja vendore, siç e jam unë isha administratori me datë 10, e ka kusht të ketë lidhje të drejtë për drejta me qeverisjen qendrore. Dhe një nga pikat që unë do ngulmoj është që unë do kem marrëdhënie të drejtë për drejta me kryeministrin e Shqipërisë, kushdo qoftë ai. Pastaj burimet është e lehtë. Si e shikoni Tepelenën në gjithë këto vite? Me ndryshime, pa ndryshime? Tepelena, po, absolutisht ka ndryshime. Por mendoj se do ishin ndryshime për sa i përket fasadës. Jo asaj që vërtet ka brenda, në brendësi vuan. Por në fasadë ka lulëzuar, është e bukur. Ndalemi pak tek një pyetje në fakt më tepër politike që ka të bëjë me nivelin e opozitës dhe rolin që ajo ka qoftë në nivel vendor dhe atë qendror. Kemi sot një opozit të fortë me që ju, pavarësisht që jeni një kandidat i pavarur, por po mbështeteni nga forcat opozitare. Si e shikon Gabriel? Unë vi nga shoqëri civile. Pra dhe në shoqërinë time ne mundohemi që t'jemi opozitaristë. Edhe mundohemi që t'jemi gjykues dhe argumentues ndaj asaj që na ndodh me fakte konkrete pra në qeveria. Por kjo është arsyeja pse unë jam i pavarur artist. Ne kemi në bindje, unë nuk e di, edhe sur ta fitoj, prap do jem kundërshtues me gjërat e mia atërkohë, se kupton, jo e ke për kapime, e ke për kështu, se jam vetë njeriu i tillë, jam opozitarist me veten time. Nuk rrit dot pa i shkuar në fund në mënyrën më perfekte. E ke ndjerë mbështetjen e Partisë Demokratike këto kohë të paktën të Tepelenës, po flasim? Jam tepër mirënjohës për mbështetjen që po më japin. Tepër që në momentet e para që unë jam afirmuar, Partia Demokratike ngriti direkt ato strukturat e veta, mundësisht i ringjalli ato strukturat e veta që kishin rënë pak sepse ajo 12 vite edhe asgjë nuk ndryshon, edhe vi unë një figurë e re i pavarur, edhe kjo gjithmonë mendoj se ka të bëj figura se demokratët janë aty, janë autokton, nuk luaj dhe pas 12 vitesh janë të njëjtët. Thjesht ca largohen për momentin, po prapë në fund të fundit janë aty, nuk lëvizin. Ke zgjedhur të bësh një fushat, ndoshta nga më të ndryshmet që kemi parë në gjithë këto vite, qoftë lokale, por edhe qendrore. Ke ndetur larg masiviteteve, siç bëjnë tradicionalisht kandidatët e tjerë, qoftë për parlament, por edhe për bashki. Pse kjo zgjedhje? Frymë inovative? Shiko, qëse do fillojmë, unë jam piktor. Unë kam mbaruar studimet për dizajn urban, me profil arkitektur, dhe unë jam marrë me art konceptual, që do të thotë, kam gjykuar gjithë kohës atë që ndodhte në mënyrat e fushatave dhe thosha prit sekond, se to janë gabime. Nuk duhet të bërë kështu fushata. Fushata duhet jetë sa më e drejt për drejt me sytë e njerëzve. Ti duhet të hysh drejt për drejt në energjinë, duhet të përçosh energjinë tënde drejt për drejt njerëzve, edhe jo të bësh i rëndom, të faktosh tërkohët probleme, jo po hajde kapim tani ato gropat që janë aty. Gropat aty do jenë prap. Më kupton?
asnjëherë, edhe kur të shkoj nesër unë t'i rregulloj, prapë do hapen gropat. Nëse do flasim për gropat, po një kandidati për administratorin e qytetit nuk është koha të merret me gropat. Pra, është koha që të hysh në besimin që duhet t'i japësh njerëzve. Edhe këtë po mundohesha unë të këto kohë, edhe po mundohem deri në orët e fundit t'jap dhe t'i përçoj njerëzve energjinë se gjërat bëhen. E ke ndjerë këtë në shtrëngime duarsh që po e bën? Absolutisht, kam arritur në ato shtrëngime duarsh që nuk i lëshon. Kam arritur edhe në ato shtrëngime duarsh që kanë edhe thënie. Shumë, si ta them unë ty. Në më thënë gjua e trupit në njërë fletë më shumë se... Shumë fare edhe dallet. Mendoni se janë të lodhur njerëzit me fushatat elektorale? Si e shikon një iri? Janë të i maset lodhur. Nuk kam ato fushatat masive. Unë e shikoj edhe të kandidati im kundërshtar, duke dhe njerëzit atë janë që si të sforcuar. Okej, ka edhe ai të vetët, po kur ai është në pushtet, kur partia e tij është në pushtet dhe prap njerëzit janë të sforcuar, çpresin na unë. Unë nuk arris dot të bëj mbledhje të mëdhaja. Njerëzit kur i takoj tek e tek, më thonë mundësish, e shikon atë kamerë, kam një kameramen që më rina mbrapa. Largoj, më thonë ma, dajde futu brënda. Edhe kur futa brënda, fillojnë qajmë, qeshim, këntojmë, më tregojnë, fillojnë me historit, i them, mos në bëj histori më të vjetra se para 2000, ta manë, se në 99 kam lindur. Se fillojnë ato historit pas para 25 vjetësh, unë i përkoj politikës 2015, 2020, 2025 që jemi sot, që jemi në një tranzicion mos besues ndaj çdo gjëje dhe ti do t'jesh atje për t'i dhënë. Ora njerëzit kanë nevojë vetëm për besim. Vetëm për besim se gjërat bëhen. Njerëzit kanë humbur besimin. Ja këto politikat e të zgjatura bëjnë që njerëzit të humbin besimin. E kuptoj. Mirë. Dhe në pyetjen e fundit që unë dua të bëj, mos të dalim nga kuadri i skenarit dhe platformës suaj. Turizëm, bujqësi, blegtori... Edhe arsim. Edhe ishe turizmin. Agroturizëm, Tepelena i ka të gjitha këto. Ashtu mendon ti? Unë i shoh. Unë i prek. Unë i përcjell nga qytetarët. Që të them unë përkaloj minutë 24 orashit dhe kuptoj që ka shumë qalime. Janë potenciale që duen vënë tashmë në funksion. Si parashikon ti vesh këto gjëra? Atëherë, unë ka menduar këtë gjë në një shkallë hierarkike. Pra, e logjikoj me një formë piramide. Që do të thotë? Që do të thotë. Nëse në krye do flisnim për agroturizmin dhe më në krye do flisnim për turizmin, do t'i kthesha njërë bazës. Shkallën e fundit ishin besimi, pra. Nëse do t'a nisim të piramidën, jemi në fund fare të besimi. Pas besimit fillojmë me punët konkrete, pra baza. Në fillim të thash arsimi dhe kultura. Ne në Tepelen kemi shumë lloje të ndryshme zhvillimi kulturor dhe zhvillimi arsimor. Nëse do shkonim te kultura, historia e Tepelensve kalojnë gjurmë në të gjitha periudat, qoftë në ato Pellazgo i Lire, qoftë në Ali Pashën, pa e transferoj shumë kohën, pa shkoj direkt te Ali Pasha se aty në mes ka dhe shumë periuda tjera, qoftë në Ali Pashën, qoftë me realizmi socialist. Realizmi socialist do të ndaja në dy periuda, atë të artë, pra me komunizmin, që ka prodhuar art dhe letërsi të mirëfillt, por dhe anën tjetër, që dhe në Tepelen kemi memorialin e regjimit... Ishte për ndjekurve politik. Ishte për ndjekurve politik të viteve 49-53, që ne kemi raste si Austria, që ka Auschwitzin, edhe Auschwitzi është një nga destinacionet më të mëdha destinacionet më të mëdha të Austrisë. Auschwitz. Dhe ne kemi një Auschwitz atje në Tepelen që është lënë komplet në arrest. Pra po kthehemi në krahun tjetër që Tepelena është bajtur se i Stalingradi, po çka ka bërë për Stalingradin? Nuk ka një bibliotek për treguar të gjitha ato botimet. Tepelen ka shumë
poet, shkrimtar, që edhe sot shkruajnë për atë periudhë. Gjithashtu, nuk ka edhe një bibliotek thash, nuk ka edhe një muze të Mirëfillt që tregoj për atë periudhë. Pastaj t'i kthehemi te pjesës tjetër që është Auschwitz, memoriali, që ajo do ishte unë si i profilit, si kurator, që unë kam bërë disa projekte si kurator, do i jepja maksimumin për ta bërë në standardet europiane atë lloj muzeu të memorialit. Pastaj kthehemi tek kultura. Kjo ishte kultura, pra unë po mendoj që të prekësh të gjitha pak na pak. Po t'i kthehemi edhe Kosti Palazzo Ilire, Matao Sanaj, mi kryevepër. Po t'i kthehemi Leklit. Fshati Leklit që besoj është akoma daton dhe më para, ose po themi ka patur rrugtim dhe më mbrapa. Ato kisha aq të bukura. Pastaj natyra bën të vetën. Dhe një nga fokuset e mia të tjera për sa i përket zhvillimit kulturor është që në asnjë vend të Shqipërisë deri në këtë momente nuk ka diçka të Mirëfillt që i përkon turizmit dimëror. Pra, me specialistë ndryshëm, unë po merrem për sa i përkon turizmit dimëror, që në asnjë vend të Shqipërisë nuk ka shqiptar. As në Korçë, që Korça, kur vjen ajo, po njerëzit në Korçë kanë arritur të shkojnë në një restorant të darkë edhe. Jemi tek ajo shkalla hierarkisë që po thosha unë me kulturën dhe tani kaloj te arsimi. Arsimi lë për dëshiruar. Tepër. Dhe baza është që duhet të jetë akoma studentët, nxënësit, mësimdhënësit, duhet të shtrëngohet pak. Po nuk u shtrëngua ajo pikë, ne do vazhdojmë të çalojmë shoqërinë. E lëm arsimin dhe kulturën, do hidhesha tek pjesa e blegtorisë dhe bujqësisë. Blegtoria në një anë që Tepelena mbahet more për ato, për shtazët, për delet, dhit, lopët, lloj-soj. Atje ka akoma probleme që nuk shesin do të qumshtin, e jo më të mendojmë për gjëra më të bukura. Nuk shitet do të qumshtin. Ka arritur një pikë që kompanitë të caktuara i thonë njerë po vim, njerë po zvim, po nuk mund të vazhdojë shumë. Bujqësia në krau tjetër rrëhuton që nuk kemi akoma kanalet vadice edhe ne të flasim për agrume. Edhe pasaj të flasim për një turizëm. Si mund të flasim për turizëm kur ne kemi këto qalime? Turizmi vjen vetë, mendoj unë. Kur unë mundësisht, ti stabilizoj dhe brenda mandatit tim, pra që do jetë një vit e 6 muaj, unë duhet jap një fokus ekstrem këtyre pikave. Duhet punoj shumë për këto pika, që inshallah në një mandat të dytë të jem konkret ndaj projekteve të mia turistike. Sepse po më thonë dhe njerëzit, Gabriel, ku i ke projektet, Gabriel? Jo, më besoj, jam tipiku, kam udhëtuar gjithë botën, ku nuk kam qenë, kam parë si zhvillohet një turizëm i mirë, si zhvillohet një turizëm i qëndrueshëm, e di shumë mirë çfarë projektesh duan. E di shumë mirë çfarë projektesh do duheshin për Tepelenën, për të përmendur dhe shifra 3 milion vizitor në vit. Po, kemi potencial. Edhe mund të arrisim atë lloj gjëje, por vetëm nëpërmjet duke bërë këto pikat që ti përmenda pak më parë. E përmendi pak mandatin 1 vit e 6 muaj. Po. Do të ndalet Gabrieli nëse pas datës 9? Do jetë një version tjetër Gabrielit. Jo ky që jam tani. Aderon për më tepër? Për më tepër, absolutisht që po. Do të kemi një Gabriel deputet? Ja, s'më pëlqen të jem deputet. Nuk marr vesh në politika si deputet, do të dish të bësh to të merresh me ligjet, me këto gjëra, nuk jam unë i tillë. Nuk e shikoj vetëm kursi deputet, të më falësh. Më shumë do ta shikoj si një administrator, mbase administrator të diçka më të madhe, por jo deputet. Gabriel, cili do të jetë mesazhi që do të drejtosh nga kjo studio banorëve të Tepelenës për në datën 9 nëntor? Mund të jetë thjerrje,
Mund t'jetë thirrje, mund t'jetë apel, Okej. mund t'jetë çfarë të duash ti. Atëherë, unë bëj vetëm një thirrje. Besoni mua, besojani të rinjve, besojani fëmijëve tuaj që janë atje në për Tiranë, në për rrethe, duke punuar të vetëm base. Dhe duke vuajtur, të rikthehemi këtu dhe ta bëjmë Tepelenën një vend më të mirë. Më votoni mua me datë 9 nëntor. Të falenderoj. Edhe unë, pafund. Dhe me këtë mesazh i cili erdhi nga një i ri për gjithë banorët e Tepelenës, ne japim fund emisioneve përsa i përket zgjedhjeve që do të mbahen në Tepelenë në datën 9 nëntor, ku shpresoj që edhe këtë të diel dhe në këto zgjedhje banorët e Tepelenës do t'jenë të vendosur dhe do dinë të zgjedhin. Bashkë, mirupafshim.